Përshëndetje, quhem Rinisa Lusha, jam studente në Lagrif Academy në vitin e dytë të programit Fashion Design 2 vjeçar. Në fillim të vitit mendova se do të vazhdonim përsëri që të bënim dizajne veshjesh të ndryshme siç kemi pas bërë në vitin e parë, por viti filloi pak më ndryshe. Filluam me dizajnimin e aksesorëve të modës, duke nisur nga çanta, këpucët, çadrat, orat, bijuteritë dhe çdo lloj aksesori tjetër i cili bën pjesë në botën e modës, por gjithashtu dhe të interior dizajnit. Më pas vazhdua me dizajnet e koleksioneve të ndryshme, duke nisur nga ato rroba banje, veshje për meshkuj, për fëmijët, dhe duke mbaruar deri tek fustani në seris. Momentalisht ne jemi në fazën e rrobaqepsisë, ku bëjmë përzgjedhjen dhe shohim cilësinë e veshjes, e cila duhet të jetë gati për temën e diplomimit, dhe gjithashtu dhe për sfilatën time të parë, e cila do të fillohet ose në Milano ose në Paris. Deri tani me të gjitha projektet kam kuptuar shumë mirë se çfarë një stilist duhet të di dhe të bëjë në këtë fushë, dhe kjo është ajo që bën diferencën. Këtu në Lagrif nuk formohesh vetëm si një fashion designer, por si një stilist i plot, dhe kjo bën shumë ndryshim.